as nuk u grindëm sepse nuk e morëm një diçka që gratë tona do të mërziteshin kaq shumë sa që të ndahen me Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Rrëfime Jete për të ndarë telefonatën e radhës. Sot në këtë telefonat do të kemi në linjë një djalë i cili tregon një dhimbje dhe një problem serioz. Dy vëllezër nuk flasin me njëri tjetrin, nëna ka mbetur në një gjendje shumë të rëndë, do të thënë shkon herë te njëri djalë, herë te djali tjetër, por dy vëllezërit nuk flasin. Arsyeja janë gratë e tyre. Gratë kanë përçarë komplet familjen, asnjëra nuk lëshon pemë, asnjëra nuk e hapën rrugën dhe vëllezërit janë në një tension të madh. Rrëfimin do ta rrëfej vetë djali në fjalë, i cili do të na tregojë në mënyrë të detajuar çfarë ka ndodhur në jetën e tyre. Dy vëllezër që dikur nuk ndaheshin, kishin dhe shoqërinë e përbashkët, sot nuk flasin me njëri tjetrin për vite të tëra. Përshëndetje, besoj që të kam në linjë dhe besoj që më dëgjon. Përshëndetje, po të ndëgjoj. Përshëndetje. Faleminderit shumë. Jam i lumtur që je me mua. Në fakt nuk jam i gëzuar për këtë që je, por dua të dëgjoj rrëfimin tënd, një rrëfim që ti dëshiron ta ndash me të gjithë shqiptarët. Po, e vërtet. E gjithë koha është për ty. Faleminderit. Unë jam prej Tirane. Kam lindur dhe jam rritur në Tiranë, por me origjinë jemi Beratas. Nënën e kam prej Beratit, babain e kam nga një fshat i Beratit. Unë kam vetëm një vëlla. U ritëm me vëllaun me sakrifica si të gjithë shqiptarët në kohën e xhaxhit, që kanë vuajtur, kanë hequr, por babi dhe nëna nuk na lanë që të na mungon asnjë gjë. Kujdeseshin për ne. Na siguronin çdo të ardhme që ne kishim. Ishin jashtëzakonisht të lidhur me ne. Vitet kaluan shpejt, ikën si ujë. Ne u ritëm dhe u martuam. Unë dhe vllau im, në fillim kalonim shumë mirë sepse jemi një vit njëri më i madh se tjetri. Por pasi lindën fëmijët, për një zënkë të fëmijëve, dy nuset tona u acaruan aq shumë, u grindën aq shumë, sa që dolën deri në ofendime të tipit ti e kurf e prostitut e ti e rospie. Në me thënë, u acaruan shumë. Dhe normal, ne të dy vëllezërit u ndam me njëri tjetrin, sepse na u ndan gratë. Për vite të tëra, as nuk flasim, as nuk shkojmë. Më fal që po të ndërpres. Do me thënë as në telefon nuk dëgjoni, edhe në telefon jeni blok që të dy. Jo. As nuk dëshiron të më shikon, as nuk dëshiron ta shikoj. E të merrshme. Jeni vetëm dy vëllezër, nuk keni motra të tjera, vëllezër të tjerë? Jo, jemi vetëm unë edhe vllau im. Nuk kemi as motra, as asgjë. Unë dua ta shikoj. Por unë e di që vazhdo. Por unë e di që edhe vllai dëshiron të më takon mua. Por ka një gjë në këtë mes që nuset tona, mua më ka kapluar një frikë, nuk e di pse. As nuk mundem ta përmend vëllaun tim. Edhe nëna kur vjen tek unë, sepse nëna e qëndron një muaj tek ai, një muaj tek unë, taksia e çon, taksia e bie, nuk kemi asnjë lloj kontakti, edhe nëna kur vjen tek unë, fsheu razin ndonjëherë më thot, o birë, hajtë zbutni këto zemra, merrni këto nuse me të mirë se jam duke vdek, edhe juve pu shoh të ndarë. Jemi ndarë për asnjë gjë, për fëmijët. Nusja ime e uren, nusja ime e mban vetëm motrën e vet, vetëm nënën e vet, vetëm vëllaun e vet, dhe sikur dyshoj se këtë gjë ka pas vetëm arsye që të shkatrohet prej familjes time, që të mos ketë kontakt me familjen time, se nuk mundet kaq inat ta marrësh vllaun tim për çfarë, sepse janë ofenduar. Edhe gruaja e tij ka luajtur të njëjtin rol, edhe ajo vetëm me familjen e saj. Me familjen tonë, as njëri nuk kemi hyrje dalje. Edhe mamin që e mbajmë, unë dyshoj që
gratë tona nuk e respektojnë sepse Do me e shohin thënë, si as atë mërzitë. vllau nuk merr iniciativën për të biseduar me ty dhe për t'i ulur këto gjakra që në fund të ditës nuk janë asnjë gjë. Unë them që jo, por ndoshta nuk e di, ndoshta edhe mund të merr iniciativën, por nuk ka guximi që të ma thot, nuk ka guximi që të vihet tek unë edhe të më thot, vëlla i dashur, unë dua të pajtohemi, por edhe unë nuk ja them. E shoh që gratë tona e kanë shumë veten të bindme që nuk vazhdohet më. Me thënë, ne të dy jemi ndarë për gjithmonë, a ne vëllezër nuk kemi asnjë gjë ndërmjet vetit. Edhe atëherë kur ndodhi situata, ne as nuk u zurëm, as nuk u grindëm, sepse nuk e morëm një diçka që gratë tona do të mërziteshin kaq shumë sa që të ndahen me njëra tjetrën për gjithmonë. Gruaja ime as nuk më pyetën nëse unë kam nevojë për vëllain tim, ta takoj vëllain tim, apo qoftë edhe ta ulim këtë gjë, ta falim këtë gabim. Ka gabim që të dyja, por le ta falim, por asnjëra nuk i intereson asnjërës hiç, asnjëra nuk lëshon Po penë të tani rrugë. që ne flasim, tani që flasim ne aktualisht, nëna në çfarë gjendje është shëndetësore? Nëna thot unë mos qofsha më mirë. I kam 2 djem, buri babai do me thënë ka vdekur, E ka ndruar kuptueshme. jetë. Nëna, po, nëna na ka vetëm ne të dy, edhe ne nuk flasim me njëri tjetrin. Vllau anash, unë anash, vin festa, as Pashk, as Bajram, për as njëri tek njëri tjetri, rrim të ndarë, nëna është me tension, është me mërzitje, është e sëmur, është në trishtim gjithë kohës, ajo gjithë ditën qanë e tërë natën lutet, pse ne dy vëllezër nuk flasim me njëri tjetrin dhe për çfarë është arsyeja, shkaku i grave që ne i kemi në jetë. Gratë tona nuk bin dakord që unë edhe im vlla të kemi një jetë të bukur bashkë. Edhe nuk e di, unë uroj që me zemër vllau im ta dëgjon këtë histori se ai e di shumë mirë kush jam Unë të unë, kuptova, edhe unë e di kush është ai. edhe sinqerisht më vjen shumë keq. Uroj me zemër që këtë problemin nga Edhe hiçi mua më vjen keq. ta shuani, sepse jeta është aq e shkurtër dhe le të marrim të mirën e jetës dhe jo të favorizojmë të keqen, që në këtë rast unë e kuptoj që po favorizohesh ka e keqja. Dhe uroj me shpirt që të keni të paktën një mirëkuptim ju të dy. Faleminderit shumë, Zoti të rujt. Inshallah le të bëhet se bëj kjo gjë, të paktën të zbuten pak gjërat, të takohemi të dy vëllezër. Unë të përshëndes, faleminderit shumë që ishe në linjën time telefonike dhe uroj me zemër që sado kudo komente që do t'i lexosh të të ndihmojnë për të marrur një vendim qofte edhe më bindës në vete. Faleminderit shumë prej teje që ma dhe Faleminderit shumë. E pra të dashur shikues, e dëgjuat një rrëfim i tmerrshëm. Do të thënë dy vëllezër ndahen me njëri tjetrin dhe nuk flasin nga hiçi. Uroj me zemër që të gjejnë atë paqen mes njëri tjetrit dhe të kuptojnë nuk ka asnjë gjë më me vlerë në botë sesa koha që do kalojmë bashkë me njëri tjetrin. Sot jemi, nesër nuk jemi. Le t'i japim njëri tjetrit dashuri. Ne do takojmë sërish, ju vazhdoni të më ndiqni dhe jepni mendimet e juaja.